Të përshëndes Nense, një kontroll i ushtruar nga Drejtoria e Postës Shqiptare në filialin e Durrësit ka zbuluar parregullsi në administrimin e fondeve që lidhen me shërbimet e pagesave. Sipas burimeve për Euronews Albania, bëhet fjalë për një abuzim financiar deri më tani me vlerë rreth 700.000 euro. Pas konstatimeve të këtyre dëmeve është shkarkuar nga detyra drejtoresha e këtij filiali në Durrës, Elizabeta Mata, e cila është kallëzuar edhe penalisht nga drejtuesit e Postës së Përgjithshme Shqiptare, ndërkohë mësohet se ka dhënë dorëheqjen edhe drejtuesja e financës së këtij filiali, Valbona Hoti Duni. Njoftimin e ka bërë të ditur vetë Posta Shqiptare ditën e sotme, e cila bën me dije se parregullsitë në këtë filial janë evidentuar gjatë rakordimit të fondeve dhe raportimit financiar në kuadër të mekanizmave të kontrollit të brendshëm. Institucioni thekson se fondet për të cilat zhvillohet ky hetim lidhen vetëm me shërbimet e pagesave dhe nuk kanë asnjë lidhje me fondet e pensioneve apo pagesat nga pensionistët. Menjëherë pas evidentimit të këtyre shkeljeve, Posta Shqiptare deklaron se ka marrë masat administrative ndaj punonjësve përgjegjës dhe ka referuar rastin në prokurori, duke depozituar kallëzimet penale të shoqëruar dhe me dokumentacionin përkatës. Sipas këtij institucioni, po vjon bashkëpunimi me gjitha organet kompetente dhe ligjzbatuese, duke vënë në dispozicion çdo informacion të nevojshëm për zbardhjen e plotë të këtyre rrethanave. Kujtojmë se drejtoresha e cila është shkarkuar ditën e sotme nga posti i saj si drejtuese e postës në filialin e Durrësit është emëruar në krye të këtij filiali në tetor të vitit 2025, ndërsa hetimet për këtë rast vijojnë ende. Gjithashtu bëhet me dije se të paktën deri më tani shuma e cila rezulton të jetë abuzuar është 700.000 euro, e cila rezulton të jetë nga fondet taksa paguesve për të gjithë banorët e qytetit të Durrësit dhe nuk ka lidhje të paktën deri më tani bëhet me dije nga burime të postës të filialit të postës së Durrësit nuk ka lidhje me fondet sa i takojnë pensionistëve dhe pagave të pensioneve. Po, Lorida, e qartë, falenderoj për këtë lidhje.